kanë abuzuar me pushtetin, ata që edhe kanë përfituar, jemi në kushte në cilat nuk mund të operohet më kështu. Janë shumë të qartë dhe shumë evidente. Shikoni... Atëherë, kam një pyetje. Shikoni anketimet e qytetarëve. Gjykata kushtetuese do ta marrë vendimin duke bazuar te ky realitet që ju thoni? Pra jemi në kushte të korrupsionit të gjerë? Unë të bëj një interpretim të ftohtë dhe të saktë të ligjit. Dhe kjo është detyra e saj që ta bëj. Ligji ka shumë, ka interpretime nga dyja palët. Po, unë këtë po them. Që do të thotë, me atë jam dakord me atë që thot Meçaj, që do ta gjykojnë në frym situatën. Ju e nisët ke SPAK-u dhe pastaj përfundojmë ke gjykata kushtetuese. Ata të bëjnë detyrën e tyre, këta të bëjnë detyrën e tyre, këtë duam na. Por që ky lloj sistemi për mua nuk mund të operojë më në këtë kushte. Okej. Alibej, po marrin situatë hipotetike. Nëse gjykata kushtetuese i thot jo kësaj praktike, që në këndvështrimin edhe shumë juristëve është rrezikshme, për te emrave, SPAK-u çfarë manovre bën në raport të zonës Balluku? Okej. Doja t'i bëj një koment edhe për atë çfarë thotë. Po, për pyetjen që më bëni juve. Në këtë skenar, SPAK-u është i detyruar që të kërkojë një mas tjetër me anë të së cilës të arri synimin. Dhe cili është synimi? Synimi që kryeministria, zëvendës kryeministria, të mos kontaminoj provat, të mos kryej të njëjtën vepër penale apo më të rëndë, të mos ikë pra t'i fshihet drejtësisë. Këto 3 arsye janë që e kanë çuar të kërkoj këtë mas. Dhe pyetja është, cila do t'ishin ato masa që do t'a synonin, pra do t'a rrinin këtë qëllim? 2 janë. O arrest në burg, o arrest në shtëpi, që për opinionin tim, për rastin konkret, janë disproporcionale. A themo këtë, për një panoram sempliste, me ç'jemi mësuar deri tani, duke filluar po duashti nga Koka, Bllako, Beqaj, Berisha po duashti futur brenda dhe Veliaj, që kanë akuzat të ngjashme, masa e vendosur ka qenë o arrest në burg, o arrest në shtëpi fillestare. Dhe njëri me një logjik simpliste do thoshte, po edhe për këtë do duhet kërkoj o arrest në burg, o arrest në shtëpi. Megjithatë, me sa duket, SPAK-u ka qenë më proporcional dhe ka vlerësuar, siç duket, dhe 2-3 elemente që e veçojnë nga pjesa tjetër. Është grua, është nën, fëmijësh. E për këtë arsye ka gjetur që masa më proporcionale që e arrin qëllimin është pezullimi nga detyra. Ndaj, përgjigjja është kjo. Do detyrohet kërkoj një masë më të rëndë, Denis? Që do të thotë do të shkojnë në parlament. Arrest në shtëpi, do shkojnë edhe në parlament. Në këtë rast do i referoj çështjes imunitet. Në atë rast, pastaj s'do kishe më nga këto keq kuptimet. Okej. Tani kjo është përgjigja dhe tu mund bëj edhe një koment unë. Po të ketë menduar në mënyrë strategjike, edhe Edi Rama po të duashti, edhe Edi Rama, do dali më keq. Do dali më keq. Për fatin dhe situatën juridike të qeverisë ti, fatit ti, apo dhe të zonjës Balluku, po kjo është çështje e tyre. Tani, pak një koment të shkurtër për atë që the pak më parë. Se dua ta jap një koment, dhe se kam kohën. Si ka mundësi që për herë të parë, sot, Sali Berisha del në mbështetje të SPAK-ut. SPAK-i duhet pranoj një gjë. Sa mirë, që kjo pjesë e opozitës, është vetëm një pjesë e opozitës, që më në fund kuptoj që drejtësia është aleati më i madh. Po s'është kjo përgjigja? Pritë, s'kam mbaruar. Jo, dëshfutët e përgjigja. Okej. Se nuk besoj që... Unë kam frikë që nesër, po një personazh do dalë dhe thotë Altin Troplini. Se 10 vit më parë, po ky tha që SPAK-u është lodër e Edi Ramës për të goditur Balluku. Dakor?
Sigurisht që nuk është kjo. Unë do doja që kjo